Edhe ne studionim në një podrum të një shtëpie private aty, në Tetov dhe në fillimet e studimeve, atëherë kur qeveria intervenonte edhe me polici. Them të drejtën, ka qenë e vështirë sepse në çdo moment prisnim që ty policia edhe të na nxjerrë për jashtë, ndoshta edhe na burgose, sidomos profesorët tanë. Por motivi ishte fuqisë, sepse atëherë ne profesorët tanë punonin, ndërsa ne studionim me ideal, kishim një dashuri të jashtëzakonshme për punën që bënim. Edhe është punuar me një motiv shumë të fuqishëm nga ana e profesorëve dhe nga ana e studentëve. Dhe shpresoj që të kemi, jo shpresoj, por kemi qenë një motiv. Edhe për gjeneratat që kanë ardhur. Për gjeneratat që kanë ardhur, sepse edhe pas nesh, disa gjenerata pas nesh, pastaj konkurenca ishte e madhe, edhe nga ana e femrave, edhe nga ana e meshkujve, dhe dolen radha se disa gjenerata, edhe pse universiteti punonte kushte të vështira dhe ishte i pa legalizuar, i pa zyrtarizuar, do të thonë, dolen disa gjenerata që patën sukses, edhe sot e këtë ditë të shohësh studentët e atyre gjeneratave të para janë gjithandej merren me profesionin, gjithandej të suksesshëm, shumica prej tyre janë të suksesshëm.